Bismillah, salatu wa salamu ala rasulillah. Thot Allahu Jalla Shanuhu në ajetin e 25 të surës Al-Baqara, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa lanabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wat-thamarat wa bashshiris sabirin. Kemi më sprovu me diçka nga frika, nga uria, me paksim të pasurisë, me paksim të shpirtat, domethënë kam i vdek dikush, dhe paksim të frutave. Të frutat dietarët kanë dhënë dy mendime, disa dietarë thonë fruta është fjolla pemëve, domethënë prodhime bujqësore s'kanë dhënë rendimentet e tyre, e disa kanë thonë është fjolla për frutat, domethënë fëmijët e ju, kena me marrë fëmijët, kena me sprovu me ta. Edhe po vazhdan ajeti u bashshiris sabirin, e ti për kësaj thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam merri myshte dorimtar. Do thonë merri myshte se ata i prejesin shumë të mira, shpërbleme shumë të mira prej Allahut dhe shumë. Ky ajet po na tregon për një ligj të pandryshueshëm të Allahut dhe shumë. Allahu këtu po na tregon se ka mana sprovu çfarë. Pa përshtatje. Ti kanë më shumë, ti kanë më pak, po në urtësi që ai den, pse kanë më shumë, pse kanë më pak. Po gjithve ka më nasprovu. Leski pa ndryshueshëm. Çka ka më nasprovu? Ka më nasprovu në aspektin psikologjik. Si për shembull, to apo të kena më sprovu me diçka nga frika. Frika është vetë si shembull që do të thonë edhe në aspektin psikologjik kena më sprovu. Mund të më kon dashuria, mund të më kon tjetra. Si shembull, kena më sprovu diçka me diçka nga uria për shkak ose fukarallahut, s'ki çka më umër, ose i ki kret para veti që shko plot njerëz të pasur, i kanë para veti po se ka shëndetin. Edhe, domethënë nuk mundet me humër këtu, ose janë dalën mirë, ose s'ka apetit, edhe pse i ka para veti. Domethënë kena më sprovu në aspektin psikik atje që tham, frika, po edhe në aspektin fizik ose në aspektin shëndetësor. Kena më sprovu edhe në aspektin material. Kena më sprovu me paksim të pasurisë. Kena më sprovu edhe në aspektin, domethënë shpirtëror, vdekjes së shpirta, marrjes së shpirta, dhimbje shpirtërore kur dohet dikush për familjes ose dikush për dashurve, shokëve e kështu me radhë. Domethënë, ajeti po na tregon se kena më sprovu. Allahu xhallahu shumë po thot në forma të ndryshme. A thua na sprovon shumë? Jo, nuk na sprovon shumë. Krahasim me ato që mund. Allahu xhallahu shumë po thot kena më sprovu me diçka nga frika, nga uria kështu me radhë që është ajo. Domethënë, s'po thot me gjithçka, po me diçka. Dhe këtu janë edhe dietarë të shumë prej dietarëve e kanë komentuar se me diçka është për qëllim se ajo për e cilës të ka rru Allahu xhallahu shumë dhe s'ka sprovu, po shumë herë më e madhe se sa ajo që ka sprovu. Mos më nëse u bë kiameti, jetë 2 ditë smut. Po mirë, kujtohet gjatë gjithë vitit sa ka qenë shëndosh. Kret vitin e shëndosh veç 2 ditë smut. Për 2 ditë më një herë s'po mundora. Vallai s'jam që 2 ditë, po që 2 javë, po që 2 javë. So javë ka viti, 52 javë, për 52 javë, 50 ka qenë shëndosh. Në është asë nuk karon men as ty, asë mu me thonë, o, zëtë, elhamdulillah, falenderimi të kanë ty. E për 2 javë dit tash, qa më ka qetë mu, se ka qetë kërë. Jo, do të me kujtu të me thonë, se Allah me diçka në sprovën, se Allah nuk është në zërë më në sprovën, Allah nuk dënë me sprovën më në shkatru, që kanë përmen djetarët, Allah jetët e haditët. Po dënë me sprovën, po në pastru njëve, dënë me sprovën, më në afru të kajnë. Qëllimet e sprovës, apo orëcit e sprovës janë të shumë ta, mirë po, na për përmenëm, disa shkortimisht që mos më largu shumë të ajetit, cëllat janë dobi të këty në sprovë. Një për dobive që përmen një djetar, Imam Hasan al-Banna, thëtë se sprovat janë të dribat ilahije. Janë poshtrime hynore, poshtrime me cëllat Allah po të shtërën, më po ty ma i fort. Ushtrime hujnore, po të shtërën për shembull me dëru edhe dajolis, edhe në qaste frike,
edhe në qaste, dhe me thonë pikëllimit ti me përmbojt vitin. Të morëm një shemë, sikur ata ushtrimet ushtarake për shemë. Ushtarët për me arritë për me shku atje deri në fund, jo ushtrujnë dashta edhe i lojnë pa bërë. Edhe i qesin shi me vrapu, edhe i shtin në për ushtima ndryshme, ose mi kalu disa zjarë, ose ushtrime ndryshme, që ti mu kalit për çfarë do sprove pastaj, ti ka shumë si që kështë, fizikisht edhe çdo aspekt. Të sprovat, më na forcu neve, ushtrimet Zotit që përna i qenë, më na ushtru neve që na më lidhë vesh me Allah të shumë. Ja dalë më edhe kur të mdes dikush, e du e krejt, po s'm ka dek Allah të shumë, ja dalë prapë. Ose edhe kur të hupin dhe bore, po ka dole se e kam Allah prapë. Na ushtrujnë. E dyta, na bojnë me njoft vetën ma mirë. Ndështë deri sot s'provojm, nuk e dim ka herë so jemi të furë. Kur të munesh doran të matur, ose 24 orë pa bërë, edhe ja dule, valas, kurse pas në di që po më isha që kasë. Se dësene nuk i dhe njëri pa provu. Kini frikë të modhe në diçka, pitana ume po të rëthan diçka, që të frikësan, ti me gjithat me mbështetjen Zotin po jaden, ose me një smundje të modhe tjetë, pa thujnë e pasherush me tjetë, ti prapë jaden. Mëlloj, alhamdulillah, ko që i furë, të kja. Dhe këtë sprova, bëha shkak që na në morë, shpërblim të ka lau që të shumë, nëse duroj me dorim aktiv. Se do është dorimi aktiv, që në mësën feja ju në islame, është ti mu përpjek për mu përmesu gjendja, për njëtën ku me qeni knoqën në ato që të kanë dërë. Për shambull, je smut, të shkët të mjeku, për dërë i loqën, për njëtën ku dëra, për stu ku jo, sa që kam spravuve, mu që kam dërë dhe mu që kam. Kur të ira me dëru, se kemë për qëllim, dëra dhe të kalën vetë dhe më shkët të mjeku. Dëra të kanë dërë në sprovë, vetë dhe të kalën jetë. Për një shkotë që aja sprovë me kalu, ti mas pari, për një shkotë që aja mësë me të gëdi, mësë mu fëtur, mësë mu. Po nëse veç në ndohë, pas taj, për një shkotë që për aja mu largu, për një kësisht dëra, për hirtë Allah që dhe shonu, për e Zotit këm ka orë, kësë me të dhe kja me lejën e Zotit, ka mu largu, isha Allah është pas tre për më katër të mija, edhe me dorim, e jo, tash, sprova më po shkak që ty me të largu prej Zotit, po mu lidhe dhe ma shumë me Zotit. Në fjallë këja jetë, për në mësën se gjithë kena me një nështru një testi. A i test është testi i sprovës me kondet e ti ndryshme. Psiqike, fizike, shpirtërore, materiale, gjitha aspekt që nga sprovën Zotit, gjithë, dhe me thonë, kena me një nështru këti testi. Mirë për këtë test, Allah për i përgëzën, ata të cilët bojnë dërin. Pse? Se vetëm ata janë të cilët e kanë kalën testin. Testit nuk më mi, po testi, dhe me thonë, munu me kalu. Pra ndaj, bojmë sabër që të kalujmë testin. Po kush janë ata dorimtarë? Po vazhden ajeti tjetër, që Allah zë në shumë më thëtë, kur po thëtë përgëzaj dorimtarët, po vazhden, elledhine idha asabet unë musibe, kalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ata të cilët, kur ndodhë dhe një fatkeci, ata thëjnë, ne me të vërtet jemi të Allahut, edhe të kajtë kemi më këtë. Do me thonë, e kujtojnë fillimin, edhe mbarimin, prej Allahut jemë, të kajtë kemi më këtë. Do me thonë, qëka i vjen gjithë që kam përmendje to? Do me thonë, qëka ko mes tyre, mes ardhe e stu për Allahut, edhe shkumbi e stu të Allahut, edhe mes tyre, do me thonë, krejti ta kanë Allahut. Nëse unë jam prej Allahut, më ka këniu Allahut, dhe kam më shku të Allahut me dhonë logali, edhe prej linjës të dërin në vdekje, edhe kjo është Allahut, do me thonë, Allahut ka të shkru edhe i dërzuhen Allahut zëllë shumë. Pro, së provat kanë më nëndohet, po unë e juni është mu përgatit. Pëse pa në tregan Zotit që kanë më nëndohet? Pa në tregan që na mu përgatit. Pëse që kështë, edhe me imam, në imanore, mu përgatit që kur të nëndohet në së provat, mi te kalë. Edhe mi morë se të shtru me këtë punë, se Allahu ka thonë kanë më nëndohet së provat, na mu mundu që nësë me ashka këtu së provat me nduhur, me të vetës tërë. Po nëse me gjithë të rojën që e bonë, prapë në ndohet dhe qka, dhije që ka orë prej Allahut në shumë, përganditur, bënë sabër në këtë sprovë, aja që ta lehtësën sabrin, se dikush mundet me thonë, për valoj për dimna që me bo sabër e mirë, po që shme arrit me bo sabër, që to për kemë problem. Kujtoj që duhet gjohën që veç u përmenën në jetë. Kujtoj se
Zoti po thotë kena më sprovu me diçka. Do të thonë ajo që ka sprovu më shumë më pak se sa ajo që s'ka sprovu. Kujtohet deri si tash të mirat që i pote, që tash në kohë e vogël është që je sprovu. Tjetra kujtohet se Allah xhaleshon për gëzën dorimtarët. Kujtoja vetë që më bon dorimone e marr çat mirë në Allah. A ka diçka më mirë se sa më marr mirë në krijuesit. Kujtoja vetë se të Allahut jemi edhe tek ai të kthehemi. Edhe se këtu janë veç ushtrime për mu. Këto gjona na lehtësojnë neve me bosa. Edhe në fund kujtoja vetë edhe të edhe unë kur në ndodhën se nëse nuk bëj sabër, a zgjidhet problemi. Nëse unë sill na keq me Allah, ose mendoj keq për Allah, pse më çaj këto sprova? A në rrezik problemi? Problemi është. Përveç që se morëm shpërblimin, përveç që ndodhe sprova më hupen dhe pare, përveç që më hupen pare, e nuk durova, tash e hupa dhe se pare. Ndodhe sprova, u friksova, beta i uritur, përveç që se morë shpërblimin, përveç që meta i uritur, do me thonë, më hupi dhe shpërblimin. Do me thonë, sprova deri që ta është kënë dënja lak, si nuk bona sabër, sprova u shëndru dhe edhe në fejta, u bo dhe mëmë. Sabri o zgjidhje, për ndryshe që nuk bona sabër, punë nuk zedhen, problemet nuk zedhen, smundja nuk kalën, vesh e këna hupa dhe shpërblimit që këna mujtë me marë. Allah që të shonë në bohë për e atyre të cilët i kalujnë testet e ti edhe jemë sa më të rushëm për në ndodhen së përru.